Moika kaikille. Puhutaanpa eri verbeista ja niiden vastakohdista. Përshëndetje të gjithëve, le të flasim për verbe të ndryshme dhe për të kundërtën e tyre, do thot le të fillojmë. Verbi tulla, do thot të vish, le të bëjmë as pari zgjedhimin e tina në për veta dhe pastaj morëm disa shembuj. Verbi tulla do thot të vish, nëse bëjmë zgjedhim, nëse unë e kryj veprimin, atëherë mund të themi Mina tullen, Sina tullet, ti vjen, do thot Mina tullen, unë vi, Sina tullet, ti vjen, hen tulle, ajo sa jo vjen, me tullem me, ne vim, te tullet te, ju vini, ja he tullevat. Do thot kjo ishte sa i përket verbit tulla. Le ti morim disa shembuj sa i përket këtij verbit. Hen tulle kotin ke lovis illallah, do thot ai vije në shtëpi në orën 5 të pasdites. Mina tullen Helsinkin, unë vi në Helsinki, do thot nëse dikush është atje, unë mund të them me tu në Helsinkin, unë vi në Helsinki. Kishte sa i përket verbit tulla, edhe do thot verbi taman verbin vasta kota on menna. Do thotë kundërta e këtij verbi është menna, të shkosh. Do thotë e para ishte të vish dhe kundërta e këtij do thotë taman verbin vasta kota on menna. Për shembull mund të themi verbi menna, do thotë të shkosh. Atëherë nëse bojnë në zgjedhim, atëherë themi mina menen, unë shkoj, Sina menet, ti shkon, hen mene, ajo sa jo shkon, me menem me, ne shkojmë, te menete, ju shkoni, ja he menevat. Ata ose atu shkojnë, le të morëm disa shembuj. Mina menen të yhin kello kaheksan, unë shkoj në punë në orën 8. Mina menen kaupan, ostaman, jo tajnë syetava, unë shkoj në dyqan për të blerë diçka për të ngrënë. Mina menen Helsinkin, unë shkoj në Helsinki. Mina menen kotin, unë shkoj në shtëpi. Do thot kishte sa përket verbit mena, do thot tulla është të vish dhe mena është të shkosh. Kishte sa përket një verbi, do thot edhe e kundërta e tij. Vazhdojmë me verbin e dytë. Verbi i dytë do thot osta edhe myda. Osta do thot të blesh dhe myda do thot të shesësh. Do të bëjmë as por zgjedhimin e verbit osta. Mina ostan, unë blej. Mita mina ostan, çka blej? Mina ostan jo tajnë, unë blej diçka. Por nëse të regojmë sendin se çfarë blejmë, dhe është vetëm një të themi mina ostan puheli men, unë blej një telefon. Mina ostan auton, unë blej një vetur. Pa nëse atër themi dy e më shumë, atër përdorim dhe të rregullin partitivi. Mina ostan suklata, unë blej çokolatë. Ose mina ostan tavarojta, kirpotorilta. Unë blej gjëra nga kirpotori, dhe thëtë gjëra kajtet tyja tavarojta. Për shemë gjëra të përdorura. Kjo ishte sa përket verbit osta. Dhe të bëjmë zgjedhimin. Mina ostan, unë blej, Sina ostat, ti blen, hen osta, ajo sa jo blen, me ostam me, ne blejmë, te ostat te, ju bleni, ja he ostavat. Ata ose ato blejnë. E kundërta e këtij verbi, do thot taman verbin vasta kota on myda. Do thot osta, do thot të blesh, ndërsa myda është të shesësh. Nëse bojnë zgjedhimin e këtinaj, themi kështu, myda është perus moto, atëherë bojnë zgjedhimin mina myn, unë shes. Për shembull, mina myn autoni, unë shes veturën time. Mina myn, unë shes, Sina myt, ti shet, hen my, ajo sa jo shet, me my me, ne shesim, te my te, ju shisni, ja he my vet, ata ose ato shesim. Do thot ky është verbi i dytë. Vazhdojna me verbin e tretë, kysya, që do të thot të pyesësh, dhe kundërta e këtij verbi është të vastata, të përgjigjesh. Do thot le ta bëjmë as por zgjedhimin e tij. Mina kysyn, unë pyes, Sina kysyt, ti pyet, hen kysy, ajo sa jo pyet, me kysym me, ne pyesim te kysyt te, ju pyesni, ja he
kysyvät, ata osaa të pyyssin. Për shembull, mina kysyn opettajalta, milloin oppitunti loppuu. Unë e pyes, të thotë mësuesen në çfarë ore përfundon ora mësimore. Kjo është sa i përket verbit kysyja, vazhdojna me verbin vastata, që do të thotë të përgjigjesh. Zgjedhimi bëhet kështu: Mina vastaan, unë përgjigjem. Sina vastat, ti përgjigjesh. Hen vasta, mina vastaan, unë përgjigjem. Sina vastat, ti përgjigjesh. Hen vasta, ajo sa ju përgjigjet. Me vastame, ne përgjigjemi. Te vastate, ju përgjigjeni. Ja he vastavat. He vastavat, ata sa të përgjigjen. Për shembull, mina vastan sähköposteihin, unë i përgjigjem, do thot emaileve. Hen vasta puhelun, ai përgjigjet telefonatës. Kjo është sa përket verbit vastata edhe kysyja. Vazhdojna me verbin e katërt, që do thot është nukua, të flesh, dhe e kundërta e këtij verbi është valvoa, të rrish zgjuar. Nëse bojna zgjedhimin e këtij verbi, këtu ka kopete. Mina nukun, unë flej. Sina nukut, ti flen. Hen nuku, ajo sa jo fle. Me nukume, ne flem. Te nukute, ju fleni. Ja hen nukuvat, ata së të flen. Për shembull, lapsi nuku kello 8, fëmija fle në orën 8. Ose lapset nukkuvat kello 9, fëmijët flen në orën 10. Nëse marrim të kundërtën e këtij verbi, do të marrim verbin valvoa. Atëherë mund të themi kështu për shembull, hen valvo myhen, e ka kuptimin që do të thotë ai rrin zgjuar deri vonë. Hen valvo myhen, do të thotë ai rrin zgjuar deri vonë. Kjo është sa i përket verbit valvo. E bëjmë edhe zgjedimin e verbit valvo. Min valvo, mina valvon, unë rri zgjuar. Sina valvot, ti rri zgjuar. Hen valvo, ajo sa jo rri zgjuar. Me valvome, ne rrim zgjuar. Te valvote, ju rrini zgjuar. Ja he valvovat, ata osa të rrinë zgjuar. Kjo është sa përket kësaj video. Faleminderit që shikuat dhe shihemi në videon e radhës. Kiitos kaikille ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!